Ksamili ndër destinacionet më të kërkuara turistike në jug të vendit ka njohur vitet e fundit flukse të larta vizitorësh që kanë nxitur edhe plotësimin e infrastrukturës së shërbimeve. Një ndër investimet më të rëndësishme në këtë drejtim është edhe rruga e re, që përfshin trotuarët panoramike dhe korsitë e biçikletave që shtrihen nga Ksamili deri tek kryqëzimi për plazhin e Bulbardhës. Investimi pritet të përfundojë para fillimit të këtij sezoni turistik, duke garantuar lehtësi të trafikut, si dhe akses më të sigurt e më të organizuar për vizitorët dhe komunitetin lokal. E cilësuar shpesh si Maldivet e Europës për shkak të plazheve me rërë të bardhë dhe ujë të kristalt, Ksamili tërheq çdo vit mijëra vizitor vendas dhe të huaj. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe investimet në infrastrukturë, kombinuar me bukurinë natyrore, plazhet dhe pasuritë kulturore e bëjnë Ksamilin një potencial të madh për zhvillimin ekonomik dhe promovimin ndërkombëtar të turizmit. I shtrirë midis qytetit të Sarandës dhe Parkut Kombëtar të Butrintit, një zonë me rëndësi historike dhe kulturore, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Ksamili mbetet ndër zgjedhjet kryesore, veçanërisht për turistët e huaj, duke ofruar një paketë plot turistike që ndërthur natyrën, historinë dhe relaksin.